Hajde më çaj yje Francesca kjo vajzë dursake. Sa vajza nga Durrësi ke zilepsur moj vajzë. Do donin të ishin aty në vendin tënd. Sa shoqet u bën xhelozë, më thy drejtën. Drejtën thuj. Sa? Jo shumë. Vetëm ajo, si shkrujtja ajo, tha, po ti më shtrik, tha, pas ke filluar aty, si shkrujtja ajo, ashtu t'ja bie madhe. Sa nga këto komplimente thef shkëmbën ke marrë? Jo. A pitet Francesca, ua, ta qike budallin fare. Okej, atëre mi liruar, jo më lërë se di liran guard. Në një test të saj shumë specifik, fizik plas, kalim pengesa 10 pompa, a mund t'i bëjë dhe unë 10 pompa për se u qmena kom... Ore, 10 pompa i bëjnë të terminon, kalimi e pengesa me gjince, ajo është... Të du t'a kapësh hajduti me gjince të mushta më plak, me gjince të... Më pas, brenda pak ditëve, kundrejt një 500.000 lekëshi, filluan punë. Roje në Akep, ua qëfar emri, një institucion pintës. Hymë brenda dhe mund të bënim qëtë nga donë të kokra i qefit. E njëta situatë, do t'ishe po të nga traktoni roje dhe tek Ministria Financave, që i ruan për Ilirian Guard, tek Ministria Kulturës, ke mbrojtjes, ke brëndshmja fund fundit. Po kishin marrë gjitha institucionet, mërë. Po pa tjetër, i ka, më thënë, është një policie e shtetit që ruan institucionet shtetërore. Po një partije vogël botë ke holli kërministrisë. Pa tjetër. Ajde, po të tjetër. Edhe që do vite e dhe që po. Qëndo, po. Ajde se kemi punë tashi. Ajde për jashtë të gjithë. Gjitha të DJ-in radiolin, ka me për flokës. Qa po se kemi punë? Edhe sa nga përzit e ne do vazhdojnë të bote kosha. Dhe ju dhe kemi punë. Lera, dhe jeni pak, ju rivitim qëfar transmituan brëm. Ka ka? Një stoa tjeri me që kjarë. Si funksionon? Tashi do se ke shkruar rregull. Telefonova jam. Do jam rregull. Ti tash kur vi telefonata? Ti smet. Në normal di ka po. Ka lidhje normal. Trend 252. Jo. Tani kanë kapur, do që janë registruar, kanë kapur. Ky ka lidhje gishti. Po, do një në të problem për policinë. Kanë qenë, janë bërë me drejt në Mishkic, janë bërë me kafe zez, janë bërë nube. Do? Ditën që fillon. Po natë që më tjerë në fillosh dhe të kamerë. Kësë besit fërë, më fërë dhe një se më të një më poshtë. S'ma vedem në ishte pezit. Edhe unë mendova diku të 300 që. Sërse... Kanë ikur ato punë. Jo me një... Qa stop të njerë, i ke plësuar këto jam? Neri? Hajde, stop të një. Dhe dhe kartë, nuk po. Adrian, kanë me të ju. Minut. Rop. Po që nga përgjëse, si që nga në bala të e më e Thank you. Deri do vish turit 3. To listat këtu të drejtorisë. To janë shoferët, makinat. Vetëm këto targa makinat futen këtu. Futen këtu brenda. Këto janë qesat e zyrave lartë. Kjo është zyra drejtorit. Pra jemi brenda institucionit të Akep, do të shkojmë tek kutia që ka çelsat e gjithë zyrave. Roja i që është infiltruar emisionit Stop duhet të raportojë që gjithçka brenda Akepit po shkon në rregull. Shërbimi vazhdon pa probleme. Të kuptova. Shërbimi vazhdon pa probleme. Shkojmë, ngjitemi lart. Ja në dhoma e serverave, pra truri i këtij institucioni. Imagjinoni se çfarë mund të ndodhë brenda kësaj dhome, nëse unë fut një lëndë eksplozive apo tentoj që të pres kapujt. Jemi tek drejtoria e autorizimeve, sektori i autorizimeve. Chelsea. Opa.
Kjo është edhe dhoma e drejtorit. Imagjinoni se çfarë mund të ndodhte nëse unë nuk do t'isha gazetar, por do t'isha një hajtut ose një keqbërës të bashkëpunim me rojen e këtij institucioni. Ulem pak tu tek kotu i drejtorit në shkon. Janë syzet. Duhet të ketë me kështu. Janë me numër. Gjithsesi më shkojnë? Edhe këtu drejtori ka bërë këto. Ti blen një shënim këtu drejtorit? Po i shtoj dhe një zemër këtu, tek Megi. Opa. Mbaruam këtu punë. Shkojnë të zyrat e tjera. Zotëri, çfarë bën atë? Ja po kontrolloj këtë kutinë e qelsave të makinave. Duhet të marr atë makinën e drejtorit. Qeta. Opa. Ja e makina e kryetarit të AKEP-it. Me që unë ka marrë në këmë, po marrë makinën e kryetarit edhe po ikë. Ciao. Do doja shumë të jetoja një situatë të tillë për shumë në Itali, në Gjermani. Ore gjëra serioze këto punë. Kompani që është bërë rishtas në Korrik, zoti Lesha mbajti fjalimin therrës, drithërues, rrënqethës për këtë kompani. Që duhet ishte elit e kësaj. Do ndryshoj fytyra e rojeve. Jo fytyra, surrati. Surrati, pamja e jo, kështu me uniforma, me të morën qafë. Ishi gjithë si forca speciale gjermane. Bravo, bukur. Ato 10-15 çunat që u desh për konferencë për atë fjalimin. Bukur. Në fakt i menjëhershëm ka qenë reagimi i Ministrisë së Brendshme, të themi, i policisë së shtetit që kërkojnë pamjet filmike. Kërkojnë Genca Qellari. Na jemi Gencin. Kush janë persona? Ndërkohë që personi duket qartë kush është që ka marrë lekët. Na thoni personi, aty e ke zemra, mund ta ishte në Guzhimin lokali përballë merr edhe madje kishte edhe vesë që nuk i dotet ngatrume, i dotet 10 çet veç, 20 çet veç. Gjithsesi, është për të falendëruar reagimi letargjik i menjëhershëm letargjik. I institucioneve. Ndiheni pak. Policia e shtetit kërkoi të martën sekuestrimin e pamjeve filmike të rastit të transmetuar në stop, ku punojës të kompanisë shtetërore të sigurisë Ilirian Guard morën 500.000 lekë në dorë për punësimin e një qytetari si rojë objekti në institucionet publike. Në shkresën zyrtare thuhet se policia kërkon pamjet filmike bruto për nevojat e veprimeve të natyrës verifikuese dhe për shkak të afateve të hetimit. Përshëndetje miq të Stopit, ndodhemi që në mëngjes pranë institucionit të AKEP-it për të marrë një reagim nga ky institucion dhe nga drejtuesi i tij, zoti Frashi, në lidhje me atë çfarë u transmetua në emisionin Stop, por me sa duket ditën e sotme siguria në AKEP është maksimale. Si jeni? Mirë? Televizioni Klan, emisioni Stop. Duam të flasim me dikë që është për media këtu në AKEP. Këtu s'ka, po drejtori monitorimeve, ati që i hymë në zyrë, donim një reagim. Mund të lemërosh? Ka shku në deve atje. Kush? Ambienti. Ku ke dhe një liqë të shkruaj? Unë jam në rrugë. Është zoti Frashi këtu se ka makinë. Komunikove me dikë për shtyp se duam kemi një reagim për atë. Zoti Frashi, ky ishte drejtori i AKEP, zoti Frashi, sa po hyri, ora në këto momente shënon 10:14 minuta, sipas informacioneve, pritet që të zhvillohet një mbledhje në lidhje me atë çfarë u publikua në emisionin Stop, por nuk kemi një reagim deri në këto momente nga drejtuesi i AKEP, zoti Frashi.
Tani, unë edhe ky kolegu Disa prej, duhet falë se duhet jemi hapur për komentave që ishin në Facebookun ton, regjia më ndihmo pak me Facebookun që njerëzit të na klikojnë, të na shkruajnë për problemet dhe shqetësimet e tyre. Po ashtu dhe në Instagram ose në 067 220 88 88 SMS, WhatsApp, Viber e çfarë doni. Regjia ka vdek jone duke prit këto numrat. Stop të vëklan Facebookun. Mos vis. Instagrami stop RTV Klan tashmë, po, dhe numri telefonit, Pa. ja tek është. Që është për WhatsApp, si mbohet mi për shikoj. Viber, për foto dhe video. Po mbohet mi shikoj. Pra, po thoja, disa komentues thonin që keni natë të kompanisë sa është bërë, është dinjitoze, është serioze tjetër. Se nuk shkoni ke kompani tjera. E pam. Që në këtë moment, shqetësi. Rot. Që në këtë moment dikush që më bashkëpunon brenda këtyre kompanive të tjera private për t'i demaskuar, denoncuar mënyrën se si paguen, siguracionet, pagat në dora për tjetër, ja tek na keni, na telefononi. Se nuk është e kollaj ti filtrohesh në çfarë do lloj kompanie. Tani, unë nuk kam asnjë lloj problemi që po krijohet një forcë e tillë. Po ato xhaxhat të cilët me ziulesh për të bë kanë punu minon polici, jepi pension dinjitos, tash të rrimë nipa me mbesa dhe që mos paçoni tash. Edhe ne duam çuna goca të reja polic me uniformë, që sjellsh patjetër. Dashka goca të reja ky. Elisa, do goca të reja ky, kupton ti? Nuk na love ke çunat, po na love ke goca. Jo se ke çunat bikeq. Se kompas sot duhet përshëndes, është një punëse policisë bashkiake me bicikletë. Atë çfarë femre që është me çfarë police, një duar në video. Nuk e do përgjo, do vetëm ta pyesi ku e ka bler bicikletën. Jo! Du me pyet kush ta ka modifiku shalën e bicikletës, se ka më poshtë se pedalet e kombe. Pedalet e kombe i ka këtu, shalën e ka këtu. Se... Si e ca jo, je bicikletës. Nuk është faja saj që... O shtrim, ke rota dhe jetë. Nuk është faja saj që është 1.25 i gjatë. I ka dhoni bicikletë modhe, ka unë shalën shumë. E kupto, e një ka timoni këtu si Arli. Nadrë i mija më shëndeti, shqeve vi nesër brëma. Vajza jeni më të mirat, sigurisht. E kam thonë këte për gjitha vajzat që ulen aty. Sepse vajzat që ulen aty janë sigurisht më të mirat. Francesca, a mund të themi mirë se erdhe? Jeni kaq budallënj të zgjedhin vajzat shumë tuta. A mund të themi mirë se erdhe në stop? Se mron me kishim me 2 mene dhe që... Francesca, mirë se erdhe sot dhe miru pafshim javën tjetër. Okej. Erë pas ere, jo për erë të keqen xhaxhi se të prish punë. Friti! Flonza! Onza! Telefononi në 042 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos harroni edhe numrin tuaj të celularit.